Rreth 700 kg mbetje kimike cianur janë zhvendosur nga ish uzina Dinamo në kryeqytet. Ky hotspot ishte një ndër të shumtët që u publikua për herë të parë me foto ekskluzive pak javë më parë në News 24 në emisionin Njerëz në Fokus të gazetares Ola Bruko. Por vetëm sot këto mbetje të rrezikshme u dërguan për në ish ndërmarrjen kimike në Elbasan. Pas viteve 1995, kjo mbetje e rrezikshme u depozitua në fuqi dhe u moros brenda një magazine për vite me radhë. Lidhur me këtë situatë, Kryeinspektori i Mjedisit deklaroi se reagimi filloi pas shqetësimeve të shumta të paraqitura nga qytetarët. 700 kg cianur, lëndë kimike elmuse, dhe do të shkoj në ish ndërmarrjen kimike në Elbasan. Kjo histori ka vite nga ankesa të shumta nga qytetarët të tregut të pranë të uzinës Dinamos dhe uzinës Dajt. Por ata që punonin me këto kimikate të rrezikshme për të prodhuar doreza dhe mentesha, deklarojnë se në kushtet që janë nuk paraqesin rrezikshmëri, por ato nëse vjen në punë, paraqesin rrezik nga avu që lëshohen. Mas 95-ës, ne i morëm, i kemi fut në një magazin të mbyllura në përfuqi, nga fuqijat në magazin, magazina është e mbyllur hermetikisht nga të gjitha anët dhe s'ka pas asnjë lloj problemi. Është e papërdorme, nuk paraqet asnjë lloj rreziku. Kjo ku vetëm punë, që ka ca kushte specifike me temperatura të larta me vaskë me gjëra, atëherë paraqet rrezik nëpërmjet lishimit, shërimit të avujve. Në Republikën e Shqipërisë janë konstatuar disa pika të nxehta me mbetje kimike, ku duket se Ministria e Mjedisit për trajtimin e këtyre vendeve do të kërkojë një buxhet më të madh për vitin 2014.